diskutimit publik, po me që të kam këtu një përshtypje, një koment. Ja, po du me të regu, që përplasjet politike ka ndonë në Kosovë që nga pas lufta. Ka pas përplasjet kohë mas kohshme, PDK, LDK, PDK AK, PDK, mirë po dyshysh, prej vitit 2020, nga njerës që ka lëshu lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka kriju një sistem të krijimit të akaunta falsë në Facebook dhe gjdo ditë, nëse gjdo kush që kritikon lëvizjen vetëvendosje, vërshohet me sharje, fyrje, më të randa që jenë mund. Dhe kjo e krijon një narrativ të tillë, kjo i bën keq me udok njerëz që shohen, dhe kjo në mënyrë permanente është ndërtu nga lëvizja vetëvendosje dhe është përfol deri në 40.000 akaunta falsë. E pastaj janë bashkangjitë edhe njerëz, ka disa dyshime që pjesë e akaunta falsë janë edhe njerëz nga Serbia, që e përdorin momentumin për me shty agjendën e tyre politike. Janë agjentura dhe jo të lidhura me partin pushtet, do mos do. Po, pastaj sepse i bashkangjitën kësaj fushatët linqimit. Jo do mos do lidhje, nuk kuptova që është lidhë vetëvendosja me ta në asnjë mënyrë. Pastaj ka njerëz që kanë bashkëpunu me Serbinë, ose njerëz që i kanë punu në sistem të Serbisë, ose që kanë qenë argat të tyne, po mdokët poshtë në Facebook se ky person që ka shoh Dautin takon pikërisht anës regjimit të Serbisë në atë kohë, kur ka qenë poshtë diku, nuk e dija është e vërtet. Pra, për këtë gjuhë që ka kriju lëvizja vetëvendosje po paguën Kosova dhe do të paguën edhe më shumë. Familja Haradinaj, Ramushi, ka qenë me vitet tona, me mira njerëz, qoftë nga sistemet e tyne të softverit që e kanë qoftë, ka qenë i fyr, i linquar, i sharë në gjitha format ma njerëzore, ma të poshtra, ma antikomtare dhe ma antishqiptare. Kur njëherë nuk u dalë dikush i lëvizjes vetëvendosje me thonë që ne, lëvizja vetëvendosje, distancohemi nga këto. Asnjëherë, përkundrazi, e kanë fry paka shumë, edhe ma shumë. Qysh i kanë fry? Pse e bëni përgjithës? Nuk ka fakte që vetëvendosja nuk ka fakte të konstatuara nga institucionet e drejtësisë, për shembull, që është instrument i kësaj partije. Kur del, jo. Por që i kanë dhona frym, po. Qartë, politikisht. Kryeministri i Kosovës thotë se për disa postime në Facebook i kanë dënu njerëz. Çfarë postime kanë qenë kryeministri? Do të mi dënu njerëz për disa postime. Dalin gjithmonë ata që i fyin kur e nëjmë shefin, dalin që janë vetëvendosjes. Të kujtohet kërcënimin ndaj Abdullah Hotit. E të kënë dëgjuaj njënin që punon KQZ, e shanë edhe në rrugë se po kanë kohët fushate, që ka me të malku votë, diçka pali. Se kanë qenë në atë narracion, që kanë qenë në atë frym, absolut është e vërtet dhe askush nuk mund të kontestoj. Dhe me qenë se vetë kam qenë subjekti sharëve të tila, ose kanë qenë anonim, ose kanë qenë të lëvizjes vetëvendosje. Në asnjë mënyrë, unë po thamë që ka kanë thonë njerëz që kanë qenë vetëvendosje, nuk kam për vehtën time, nuk kam fakte me thonë që mbos këti faktet janë ata njerëz që kanë qenë dhe askush nuk i ka kontaktua ata njerëz për shembull prokuroria me thonë. Po, e tha Florin Krasniqi që nuk kemi diçka të konfirmuar që ka dhënë deklaratë qoftë polici, qoftë prokurori ose kudo qoftë në institucion. Dhe kjo tash po ta krijon atë frym. Dhe normal që dalin, normal që shohin, edhe janë të kujdesshëm tash se një pjesë e tyre është e sofistikuar, i shohin vlerat më sublime të këtij vendi, është shohin edhe Rifat Jashari. Shohin edhe Skënderbeun, shohin njerëz të pjesë më të mirë të historisë tonë. Dhe partia në pushtet kur në asnjë mënyrë, kur kryeministri nuk është distancuar nga këta njerëz. E dalë me thonë që kjo nuk është gjuha e vetëvendosjes.